ftesa që nuk duhej ta pranoja. Nëse dikush do të më kishte thënë se një darkë e zakonshme, pune do të më shkatëronte gjithë jetën që mendoja se njihja, do të kisha qeshur. Do ta kisha quajtur dramatizim të panevojshëm. Por sot e di, disa ftesa nuk janë thjesht mirësjellje. Janë porta drejt së vërtetës që ke kaluar një jetë duke e varrosur. Punëdhënësi im, Arbeni, ishte njeri i respektuar. I qetë, i sakt, gjithmonë korrekt. Për më shumë se 3 vjet kisha punuar për të në kompaninë e tij të ndërtimit. Asnjëherë nuk e kishte kaluar kufirin e profesionalizmit. Prandaj, kur një pasdite të enjte më tha, Johnny, do të doja shumë të ishe i ftuari im për darkë të shtunë. Gruaja ime insiston të njoh njerëzit me të cilët punoj ngushtë. Unë ndjeva i nderuar. Nuk ishte diçka e zakonshme. Ai nuk i ftonte punonjësit në shtëpi. Askush nga zyra nuk kishte qenë ndonjëherë në vilën e tij. Kjo më bëri të ndihesha i veçantë, ndoshta edhe pak krenar. Pa e menduar gjatë, pranova. Sigurisht, do të jetë kënaqësi. Në atë moment, nuk e dija se po nënshkruaja pa dashje një takim me të kaluarën time. Një emër që më ngriti qimet e trupit. 2 ditë më vonë, ndërsa po mbyllnim disa dokumente, Arbeni e përmendi emrin e bashkëshortes së tij. Elira do të gatuaj vetë. Ajo është shumë e emocionuar. Stilolapsi më rëshiti nga dora. Elira. Emri më goditi si rufe, por e fsheha reagimin. Elira ishte emër i zakonshëm. Shumë gra quheshin Elira. Dhe megjithatë, diçka brenda meje u shtrëngua. Motra ime quhej Elira, ose të paktën kështu quhej para se të zhdukej. Motra që u tret nga jeta jonë. Isha 16 vjeç kur Elira u zhduk. Ajo ishte 4 vjet më e madhe se unë. E bukur, e zgjuar, gjithmonë kokfort. Një mbrëmje doli nga shtëpia, pas një zënke të vogël me baban. Tha se do kthehej pas një ore. Nuk u kthye kur. Policia e kërkoi për muaj. Pastaj për vite. Më pas njerëzit filluan të na shikonin me keqardhje. Dosja u mbyll. Jeta vazhdoi, thoshin, por jeta jon kur nuk vazhdoi vërtet. Nëna u plak brenda natës. Babai u thye. Unë u rrita me një zbrazti që nuk u mbush kur. Elira mbeti një hije në çdo cep të shtëpisë son. Dhe tani, pas 15 vitesh, emri i saj po më thirrej nga goja e punëdhënësit tim. Shtëpia që dukej perfekte. Të shtunën në mbrëmje, bërita në adresën që më kishte dhënë Arbeni. Një vilë moderne, e rrethuar me pisha dhe dritë të ngrohtë që dilte nga dritaret e mëdha. Çdo gjë dukej e rregullt, e menduar, pa asnjë çarje. Një shtëpi pa sekrete, do të thoshte dikush. Gabim. Kur dera u hap, Arbeni më priti me buzëqeshjen e tij të zakonshme. Por pas tij, në korridor, pash një siluet femre që po afrohej. Johnny, kjo është gruaja ime. Ajo doli në dritë, dhe për një sekond zemra ime harroi të rrite. Një fytyrë që e njihja nga ëndrat. Nuk bërtita, nuk u rrëzova. Trupi im u ngrir, por mendja ime bërtiste. Fytyra e saj ishte më e pjekur, flokët pak më të shkurtër, por syt ishin të njëjtë. E njëjta formë, e njëjta thellësi, e njëjta mënyrë si të shikonin, sikur po kërkonin diçka të humbur. Kënaqësi të njoh, John, tha ajo me një buzëqeshje të butë. Zëri i saj më goditi më fort se pamja. Ishte zëri i motrës sime, por ajo nuk më njohu, ose të paktën nuk tregoi asnjë shenjë. Dora e saj ishte e ngrohtë kur u përshëndetëm. Unë mezi arrita të flisja. Kënaqësia është e imja, thash, duke u lutur që zëri im të mos dridhej. Fotot në mur. Gjatë darkës, përpiqesha të sillesha normalisht. Flisnim për punën, për udhëtime, për gjëra të zakonshme. Elira qeshte. Arbeni i hithe shikime dashurie. Ata dukeshin si një çift perfekt. Kjo më bënte të ndihesha edhe më keq. U ngrita për të shkuar në tualet. Në korridor, drita ishte më e zbetë. Dhe aty i pash fotot, fotografi familjare të varura në mur. Pushime, festa, momente intime. Dhe në çdo foto ishte ajo. Por ajo që më bëri të më merren mend ishte një fotografi e vjetër, pak e zverdhur. Një vajzë e re, rreth 20 vjeç, me flokë të gjatë dhe një buzëqeshje të ndrojtur. E njoha me njëherë. Ishte Elira ime. Motra ime. Në atë moment kuptova një gjë të frikshme. Motra ime nuk ishte zhdukur. Ajo kishte ndërtuar një jetë tjetër. Dhe unë sapo kisha hyrë në të. Gruaja që jetonte jetën e motrës sime.
Qëndrova përballë fotografisë për disa sekonda që më dukeshin si orë. Gjunjët më dridheshin, duart më ishin djersitur. Ajo vajzë në foto ishte Elira ime, e njëjta buzëqeshje e sikletshme, e njëjta nishan i vogël pranë vetullës së majt, e njëjta mënyrë si e mbante kokën paksa anash. Nuk kishte asnjë dyshim. Motra ime ishte gjallë, dhe ajo ishte gruaja e punëdhënësit tim. Dëgjova hapa pas shpine dhe u kthye menjëherë. Elira, ose gruaja që quhej Elira, qëndronte në hyrje të korridorit. A je mirë? Më pyeti ajo me zë të butë. U zgjate pak. Zëri i saj ishte i qetë. Normal, pa asnjë shenjë frike apo faji. Po thjesht u ndjeva pak keq, gënjeva. Sytë e saj u ngulën në fytyrën time. Për një çast, mendova se do të thyhej, se do të më njihte, se do të bërtiste emrin tim. Por jo, ajo vetëm buzëqeshi lehtë dhe u kthye në sallon. Darka që u shndërua në torturë. U ktheva në tavolinë, por ushqimi nuk më hynte në gojë. Çdo lëvizje e saj më duke e njohur. Mënyra si mbante pirunin, si fshinte buzët me pecet, si qeshte me një dorë para gojës. Ishte motra ime, por në të njëjtën kohë nuk ishte. Arbeni fliste me entuziazëm për planet e ardhshme të kompanisë. Për një moment e pash dhe mendova, ky njeri jeton me motrën time. Fle pranë saj, e puth çdo mëngjes, dhe ai nuk ka asnjë ide kush është ajo në të vërtetë. Më erdhi për të bërtitur, për të përmbysur tavolinën, për të thënë të vërtetën aty për aty, por nuk e bëra, sepse në thellësi kisha frikë nga përgjigja, një shenjë që nuk mund ta mohoja. Kur po largohesha, Elira më shoqëroi deri te dera. Na bëre shumë qefin që erdhe, tha ajo, ndërsa po merja gjaketën, mëra syrit e kyçi i dorës së saj. Dhe aty ishte, një shenjë e vogël, si një vije holle bardh, një plagë e vjetër. Ishte shenja që Elira ime kishte marrë kur ishte fëmijë, kur u rrëzua nga biçikleta. Unë isha aty, e mbaj mend duke qarë dhe mua duke i mbajtur dorën. Më iku fryma, e bukur shenja, thash pa menduar. Ajo ngriti vetullat. Çfarë? Plaga në dorë. Ajo e mbuloi instinktivisht me dorën tjetër. Është e vjetër, tha shpejt. Asgjë e rëndësishme, por sytë e saj u errësuan. Për herë të parë atë mbrëmje, pash frikë në fytyrën e saj. Net pa gjumë dhe pyetje pa përgjigje. Nuk fjeta gjithë natën. Mendja ime rrotullohej rreth një pyetje të vetme. Pse do të zhdukej? Pse do të ndërpriste çdo lidhje me familjen? Pse do të ndryshonte jetën e saj, emrin, gjithçka? Dhe pyetja më e rëndë nga të gjitha. A e dinte ajo kush isha unë? Të nesërmen në punë, Arbeni ishte i njëjtë si gjithmonë. Profesional, i qeshur, i pavetëdijshëm, por Elira nuk erdhi fare në zyrë si zakonisht. Dhe pas dite, mora një mesazh nga një numër i panjohur. Duhet të flasim, vetëm ne, mos i thuaj askujt. E dia kush ishte. Takimi i sekret. U takuam në një kafene të vogël në periferi të qytetit. Ajo erdhi e para, me kapuç dhe syzet e errta, sikur të ishte duke u fshehur nga dikush. Sapo u ula përballë saj, ajo hoqi syzet. Ti e vëllai im, tha me zë të ulët. Zemra më ra në fund të stomakut. Pra më njeh, thash. Ajo uli kokën. Të njoha që në momentin e parë. Zëri yt nuk ka ndryshuar. Atëherë pse, shpërtheva? Pse na braktise? Pse e lë nënën të qaj çdo ditë për ty? Sytë e saj u mbushën me lotë. Sepse po ikja për të mbjetuar, tha ajo. Dhe nëse e vërteta del në dritë, kjo jetë që kam ndërtuar do të shembet. Ajo u përkul përpara. Dhe Arbeni nuk duhet ta mësoj kurrë. Në atë moment kuptova se nuk isha thjesht dëshmitar i një sekreti. Isha bërë pjesë e tij. Sekreti që mund të shkatërrojë gjithçka. Elira i mbante duart të mbështjella rreth filxhanit të kafes, sikur po mundohej të ngrohej nga diçka që nuk kishte lidhje me temperaturën. Gishtat i dridheshin lehtë. Nuk ishte më gruaja elegante që kisha parë në vil. Ishte motra ime, vajza që kishte ikur një natë pa u kthyer më. Para se të më gjykosh, tha ajo me zë të ulët, duhet ta dish të vërtetën. Nuk fola, vetëm tundja kokën. Në atë moment, isha gati të dëgjoja gjithçka, sado e rëndë të ishte. Nata që ndryshoi gjithçka. Atë natë që u largova, filloi ajo, nuk i ka për shkak të një zënke. Ajo ishte vetëm shkëndia. Ajo mori i frym thellë. Babai nuk ishte njeriu që ti mendoje.
Fjalët më goditën si grusht. Çfarë po thua? Për vite me radh, ai më kontrollonte çdo hap, çdo shoqe, çdo djalë që më fliste. Dhe një natë zëri u thye. Një natë ai kaloi një kufi që nuk duhej kaluar kurrë. Gjaku më vlonte në vesh. Pse nuk the gjë, pëshpërita? Sepse askush nuk do të më besonte. Nëna ishte e verbër nga dashuria. Ti ishe i vogël, dhe unë isha e tmerruar. Ajo fshiu një lot që i rëshiti pa zhurmë. Kur ika, nuk kisha plan. Vetëm doja të shpëtoja. Një jetë e ndërtuar mbi frikë. Elira më tregoi se kishte jetuar në qytete të ndryshme, duke ndryshuar emra, duke punuar punë të rastit, gjithmonë me frikën se e kaluara do ta gjente. Pastaj takova Arbenin, tha ajo. Ai ishte i ndryshëm, i qetë, i sigurt, më dha diçka që nuk e kisha pasur kurrë, stabilitet. Dhe nuk i the asgjë. I thash që isha vetëm, pa familje, pa të kaluar. E kuptova. Gënjeshtra më e madhe nuk ishte për Arbenin. Ishte për veten e saj. Zgjedhja ime. Ajo më shikoi drejt në sy. John, nëse Arbeni mëson kush jam, ai do të pyes për familjen time. Dhe nëse e vërteta del, babai do të përfshihet. Unë nuk jam gati ta përballoj atë. Po nëna, e pyeta me zë të thyer. Ajo jeton ende duke të pritur. Elira uli syt. Çdo ditë mendoj për të. Çdo ditë. Heshtja ra mes nesh si mur. Në atë moment e kuptova. Nuk kishte zgjidhje të drejtë. Vetëm zgjidhje që dhemnin në mënyra të ndryshme. E vërteta që nuk e thash. Ditët që pasuan ishin të rënda. E shihja Arbenin çdo ditë në punë. Një njeri i ndershëm, që donte gruan e tij pa e ditur se ajo mbante një identitet tjetër. Dhe në mbrëmje, flisja në telefon me nënën, e cila ende përmendte emrin e Elirës në çdo lutje. Një javë më vonë, Elira më dërgoi një mesazh. Kam frikë, por jam gati të bëj një hap. Jo për babain, për nënën. Zemra më rahu fort. Takimi që pritej prej vitesh. Nuk i thash askujt, as Arbenit. Një pasdite të qetë, e çova Elirën te shtëpia jonë e vjetër. Nëna hapi derën. Për disa sekonda, askush nuk foli. Pastaj nëna bërtiti emrin e saj. Elira u thye në lot. U përqafuan fort, sikur po përpiqeshin të rikuperonin 15 vite me një shtrëngim të vetëm. Unë qëndrova më njanë, duke qarë në heshtje. Në atë moment, e dija se kisha bërë zgjedhjen time. Fundi apo fillimi. Elira u kthye te Arbeni atë mbrëmje. Ajo ende nuk i kishte treguar të vërtetën e plot. Ndoshta një ditë do ta bënte. Ndoshta jo. Por një gjë ishte e sigurt. Motra ime nuk ishte më e zhdukur. Ajo ishte gjetur. Dhe ndonjëherë, kjo mjafton për të filluar shërimin.